Përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës në Dritë në Oqan. Tashmë fushata elektorale e zgjedhjeve të qershorit të 2013 prej kohësh ka filluar që të gëloj në skakjerën e politikës shqiptare dhe sigurisht secila prej këtyre forcave politike bën përllogaritet e veta për të marrë atë rezultat të pritshëm apo të pretendueshëm përballë elektoratit shqiptar. Sot kam një forcë të re politike për të prezantuar, është Aleanca Armënore Kombëtare Shqiptare, për të bërë një prezantim edhe për televizionistët jo vetëm në Fier, por edhe më gjerë ku shtrihen valët e televizion të Apollon, për të shpaluar në një farë mënyrë ato pretendime që ka kjo forcë politike dhe çfarë përfaqëson si filozofi në gjithë qevetat e lartë politikë shqiptare. Kam të ftuar mbrëmjen e sot me kryetarin e AAK-s, kështu siglohet Aleanca Armënore Kombëtare, zotin Gjet Ndoj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjej dhe ju falenderoj për mundësinë që më jepni që nëpërmjet televizionit tuaj të komunikoj me publikun. Njerësh kam dhe kryetarin e kësaj force politike për qarkun e Fierit, zotin Kujtim Sherifi. Përshëndetje, mirë se erdhët, zotin Sherifi. Ju falenderoj që na jepni mundësinë që ne prezantojmë këtë parë si forcë politike qarku dhe në televizionit tuaj aq shikueshëm dhe aq të dashur edhe për komunitetin fierak dhe në tej. Faleminderit juve. Atëherë, zotin Ndoj, do të ishte me interes për teleshikuesin për të bërë një lloj prezantimi të AAK-s. Çfarë përfaqëson Aleanca Armënore Kombëtare në gjithë këtë spektër politik, do të thosh, apo në gjithë këtë numër të relativisht të madh të partive politike në Shqipëri? Aleanca Armënore Kombëtare është një parti relativisht e re, arriti të marrë pjesë në zgjedhjet 2011, sepse ne u formuam si subjekt politik në pragun e këtyre zgjedhjeve. Është një parti me profil nacionalist, një parti rreth cilës janë afruar njerëz që besojnë se ky vend mund të bëhet, e duan jo vetëm familjen e tyre, por janë të bindur që familja e madhe, Shqipëria, jon nëse nuk ecën në rrugë të mbar, as familja e vogël e secili prej tyre që vjen tek Aleanca Armënore nuk do ishte mirë. Pra në një farë mënyrë një parti që ka afër saj, përveç se vlera dhe personalitete, njerëz që janë idealistë dhe duan këtë vend. Në zgjedhjet 2011 ne arritëm të regjistroheshim në zgjedhje dhe të regjistroheshim në 20% territorit. Në 80% nuk arritim për efekt kohe, sepse kohe shumë e shkurtër nuk na dha këtë mundësi. Por aty ku regjistruam, ne kemi marrë afër 10.000 vota. E thënë ndryshe, në koalicionin ku merrim pjesë ne, u klasifikuam për shkak të numrit votave në vendin e 6. Në qoftë se do të shikonim vetëm vendet ku ne u regjistruam. Pra në total, vendi 6 në total në Shqipëri, duke bërë për llogaritjen ku me Partia Socialiste, natyrisht është lokomotiva udhëheqëse e këtij koalicioni, ku ne bëjmë pjesë, në vend parë, të tjerat me radhë ne jemi të 6-tët për sa i përket numrit votave. Nëse ne do të shikonim vetëm zonat ku ne u regjistruam, 20%, Aleanca Armënore Kombëtare është parti që ka zënë vendin e dytë, vjen pas Partisë Socialiste. Sekreti, ose ajo çfarë solli këtë rezultat surprizë në një farë mënyrë, lidhet me faktin që ne kemi qenë shumë të kujdesshëm në përzgjedhjen e personaliteteve që e përfaqësojnë partinë në komunat apo njësitë vendore në gjithë vendin. Duke filluar nga Lezhë dhe duke përfunduar deri në Gjirokastër. Keni kandiduar vetëm me këshilltar, vetëm me këshilltar. Ne kemi arritëm të përzgjedhim njerëz të cilët jo vetëm kanë dëshirë dhe vullnet për të konkurruar, për të marrë pjesë në jetën publike, për të marrë pjesë në pushtet, aty ku u konkurrua, por dhe njerëz të cilët i kanë dhe mundësitë. Do thënë, është një anë dëshira që mund ta kenë shumë, po mundësia është një anë tjetër e medaljes që ka qenë shumë në konsideratën, ka qenë një prioritet për ta bërë këtë përzgjedhje, këtë identifikim personave të tillë. Persona të cilët për shkak të karrierës tyre, për shkak të personalitetit që ata kanë, për shkak të përkatësisë, fisit, familjes, gëzojnë një reputacion caktuar, ne pikërisht këtyre njerëzve u kemi dhënë mundësinë që të jenë përfaqësues dhe këta përfaqësues
unë mendoj që janë dinjitos, përdesa u testuar me shumë sukses nga elektorati ku ne i përzgjodhëm për të konkurruar. Ma lejoni një ndërhyrje me sukses. zotin Doj. Ndoshta edhe për të sqaruar edhe për televizionin, ndoshta këtu kemi të bëjmë edhe më tepër me integritet të personave me cilët ju jeni përfaqësuar, por ajo që është më me interes për të joshur në një farë mënyrë apo për të pasur edhe një prezantim më të mirë të forcës suaj politike. Pra, çfarë të veçantë ka sjellë si forcë politike, pra si parti, si subjekt politik AAK-ja? Sepse vërtet ju mund të keni përzgjedhur personat, por kjo mund të jetë më tepër kontributi i integritetit moral që ata kanë vetë si person. Ajo është shumë e rëndësishme, është themeli dhe çdo formacion politik vuan nga përfaqësimi i personaliteteve. Partia përbëhet nga njerëzit. Po. Partia përbëhet nga njerëzit dhe ky është themeli dhe këtë e kemi kapur si kaos. Por ka dhe një program, ka dhe një nëpërmjet tyre, patjetër, do të dalë edhe aty. Nëpërmjet tyre ne po përpiqemi edhe po bëjmë një sfidë edhe me besimin e humbur tek shqiptarët, nga politika. Politika në përgjithësi është bërë diçka që më shumë shikohet si një fatkeqësi në këtë vend, se sa si një mënyrë apo si një instrument që populli mund ta përdorë për të rritur mirëqenien e tij, për të ndërtuar Shqipërinë, për të ndërtuar një vend ku mund të jetohet normalisht etj. Dhe tani situata është akoma në pikun e rëndimit saj në këtë drejtim, kur politika qeverisë sot është kthyer një klan i cili nuk ka kaq shumë lidhje me partinë apo me partitë e mazhorancës, me krye Partinë Demokratike, se sa partitë mbulojnë imazhin e klaneve që kanë marrë më shumë pamjen e klaneve mafioze që sundojnë këtë vend. Dhe korrupsioni galopant që është në jetën tonë për ditë dhe rëndon dhe ka shkuar deri në derën e shtëpisë të çdo shqiptari sot, është i jashtëzakonshëm dhe ka gryer jo vetëm besimin, por ka gryer jetën e përditshme, mundësinë për të jetuar normalisht dhe fakti që Shqipëria sot është e përgjysmuar. Për këtë arsye lidhet është një diçka që jashtëzakonisht shqetësuese. Në çfarë konteksti e përgjysmuar? Sepse gjysma e popullsisë sot kanë ikur për të kërkuar për të mbijetuar ekonomikisht, sepse në dheun e tyre të dashur ata nuk e gjejnë këtë mundësi. Sepse politika nuk e ka parë si shërbim. Politikanët shqiptarë të 20 vjet për fatin e keq të Shqipërisë nuk e kanë parë si një shërbim dhe si një mundësi që vendi të zhvillohej, por si një mundësi që të pasurohet. Vini re, politikanët e Shqipërisë sot janë njerëz më të pasur, nuk janë tregtarë. Ose janë tregtarë që të sigurt janë të lidhur me politikën. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe, ose kjo është ajo që nuk është sistemi që ne duam. Duke përfunduar deri te analistët që bëjnë apologjinë e qarqeve të pushtetit, cilët po t'i vjen re, nuk duhet zemër sot këtu, por po t'i vjen re janë të gjithë të pasur. Kjo ka sjell një rreth vicioz dhe një marrëdhënie shumë papërshtatshme, një marrëdhënie që nuk duhet ishte mes politikanëve dhe zgjedhësve, mes politikanëve dhe popullit shqiptar, mes politikanëve dhe adheut tonë dhe shqiptarizmit në përgjithësi. Nuk është i keq që disa politikanë apo njerëz afër oborrit të kryeministit apo të partive tjera që në koalicion me të, që e mbështesin këtë qeverisje për mendimin tim famkeqe dhe nuk është e keqe se po pasurohen në kurriz të popullit tyre. Po e keqe është se për shkak të korrupsioni, varfëria i ka shkuar deri në palcën e secilit prej nesh. Vendi po varfërohet dhe prap nuk është dhe kjo e keqe. E keqja vazhdon dhe s'ka fund. Ka njerëz të korruptuar nga frika që nesër do të japin llogari për parat e përfituara në mënyrë pa drejtë, eksportojnë dhe ka të dhëna kohët e fundit që shumë kapital financiar eksportohet jashtë atë. Pra po kryhet njëkohësisht bashkë me grabitjen publike, po kryhet dhe një grabitje kombëtare. Do t'ju ndërhyr sërish. Në pozicionin ndërsa partia jonë, do vim te subjekti ynë. Kjo është, ne besojmë shumë
Dhe Aleanca Arabënore është një parti me profil nacionalist si qëtash. Nacionalizmi në Shqipëri ka një tradit, ka një tradit. Ky kom me gjithë problematika që ka, me gjithë problemet që ka, është i kom që si pas pikpamjes tonë, është i ngritur që në kone e rilindis, në kone e pavarësisë edhe gjithë periudha shtetëformimit për 100 vjetë, është një periudhë që në traditën e ngritjes kombit ka patur defekte që ka sjellë pasoja afatgjata në atashimin ose në atë që sot themi shqiptarët në kombë evropian dhe por i kthehen në Europë. Vështirësitë për të rikthyer në Europë lidhen sipas tesh edhe me faktin që baballarët e kombit e kanë parë si një të ndikuar nga trysnia e armiqve të rinj të kombit tonë, slavo-bizantin kryesisht, pra serbo-grek, slavo-bizantin në përgjithësi, e kanë parë dhe instinktivisht ndoshta apo e kanë parë një funksion shpëtimit ose kanë menduar të bëjnë aleancë gjithmonë me një civilizim që nuk është i joni faktikisht, me një ish armikun tonë 500 vjeçar me Turqinë. Pra e kemi parë gjithmonë shpëtimin në Orient, në lindje. Në fakt, shqiptarët nuk kanë pse mbështetur një civilizim për shpëtuar nga një armik i radhës, që mund të jetë. Në mendimin tonë, shqiptarët dhe në bindjen tonë të thellë, shqiptarët e kanë civilizimin para gjithë atyre që na kanë rrezikuar ekzistencën tonë. Apollonia, Fieri, Bylisi, domethënë ky vend ku ne kemi ardhur sot, qarku i Fierit. Keni dhe habitatin tuaj, sepse ju jeni dhe historian. Është momenti për ta thënë dhe për të rishikuar. Madje ka qelluar që një nga librat e mi i kam promovuar në bibliotekën e Fierit, Gin Marko dhe lufta, që bën pjesë për luftën nacionale shqiptare, që ka qenë një nga epopet më të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar, në trashëgimin shtetformuese të tij. Mjafton të kujtojmë që për shkak të luftës nacionale shqiptare ne u njohëm më shpejt 10 vjet më shpejt dhe se Kina. Në 55 në Unionin Antar i Organizatës Kombit Bashkuar. Dhe giganti kinez u thonë me flamurin shqiptar të një Shqipëri të vogël, deri në vitin 65 kur bën Antarja UKB-s ajo, u thonë me flamurin shqiptar me transoceanik të saj. Kjo do thotë që ne në luftë shqiptarët gjetëm pozicionin e duhur dhe u rreshtuan kahën e duhur të historisë. Jo thjesht ishin të fituesit, po ishin krahu progresivi i historisë dhe bisha naziste nuk u kundërshtua dhe përpjekjet e shqiptarëve kundër fashizmit ishin dhe u vlerësuan dhe nga bota. Veç do të ju lutim që të rikthehemi te argumenti. Ndërsa të rikthehemi te argumenti. Ja. Aleanca Arabënore Kombëtare vlerëson pra që ne jemi një popull me themele të forta dhe me një civilizim. Ne kemi vlerat e vendit, vlerat autentike dhe ne këtu mbështetemi fort. Aleanca Arabënore Kombëtare nuk është një parti që frymëzohet kaq shumë nga majta nga djatha, se sa nga vlerat autentike, nga vlerat e vendit. Konservatore? Siç e thash, po ju mund ta quani konservatore, po te vlerat e vërteta, te vlerat e vendit. Mjafton ne jemi në Fier sot tu, dhe studio juaj tu është e zbukuruar dhe pashmangshmërisht ka dhe simbolikën, portikun e Apollonisë. Fieri është një vend që i dëshmon të gjitha këtë që them. Po kudo në Shqipëri, po Fieri veçanërisht civilizim i lirë që fillon nga Apollonia, bile Apollonia ishte një qytet i vetëm i lirë, po dhe kozmopolit për kohën, me ndërthurje të stilit grek helen. Ashtu si kundër Apollonia ka pasur universitet para 2400 vjetësh dhe mjafton të kujtojmë këtë që Octavian Augusti, një bir i një patrici romak, ka bërë shkollë në Apolloni. Pra ky vend ka një civilizim të lashtë, kaq sa vetë Europa. Europa ka përfituar nga civilizimi jonë. Dhe ne shqiptarë, të goditur nga stuhitë e kohës, sidomos mbas mesjetës, ne patjetër duhet t'i referohemi këtyre vlerave dhe nuk duhet t'i lëshojmë, sepse jemi vazhdues, arbrit janë vazhdues i lirëve. Dhe ne shqiptarët sot i kemi themelet dhe duhet jemi shumë krenarë, jemi europian. Sot politika vërtitet dhe sillet
nga kriza që vetë ajo ka, jo popull, si populli aspiron në Europë, edhe beson që shqiptarët janë europian, por politika që ka marrë peng interesin publik edhe interesin kombëtar, nuk e dëshiron Europën. E di pse se dëshiron Europën, nuk e dëshiron sepse politikanët nuk kanë aspirat ndërtimin e kombit tyre dhe rikthimin në Europë, sepse sistemi europian ose futja në Europë do të sillte përpasoj ndërtimi i sistemi ku mundësia për të abuzuar është më e vogël. Ose është minimizohet. Dhe këtu për shembull, imagjinoni sikur të jetë Shqipëria në Europë, po të e lën kush kryeministin Berisha që zgjedhje pas zgjedhjesh në mënyrë sistematike. Po thoni politikan dhe vetë jeni politikan. Sistematike, në mënyrë sistematike. Jam i politikan që kam dhe gjithë njerëzit me të cilët unë bashkëpunoj kemi këto mendime që para vitit 2010 kur ju dhe nuk kemi para vitit 2010 nuk kemi dhe shikojmë me tjetër koncept. Para se të krijojnë aleancën. A imagjinoni nëse ne do ishim. Keni qenë antar një partie tjetër politike gjatë këtyre 20 viteve të demokracisë? Unë kam qenë me një subjekt politik për herë të parë antar i një partie, kam qenë antar i Aleancës Demokratike dhe kam qenë drejtuesi, një nga drejtuesit kryesor të saj. Ku zoti Cega ishte presidenti i kësaj force politike. Natyrisht ka qenë një kohë që Aleanca Demokratike kishte një histori suksesi. Përpjekjet e saj ishin një përpjekje për të ndërtuar një sistem normal në Shqipëri. Sa kohë dhe ajo në fakt nëse ju do të evokoni të kaluarën politike të këtij subjekti, ajo në gjenezën e saj ose lindja, formimi i kësaj partie ishte pikërisht për të kundërvënë këtij arbitraritetit. Okej. Po një parti e qendrës të një personi që sundon për 21 vjet në Shqipëri. Një parti e qendrës djathtë dhe në momentin që ajo bashkohet, qendrës majt. Në momentin që ajo bashkohet, rikthehet dhe hullposh gjithë atë kontribut demokratik, gjithë atë kontribut dhe gjithë atë rezistencë kundër një personi që ngjason më shumë një diktatori se sa natyrisht nuk mund të ishte demokrat, një ish sekretar organizate bazë partisë, të drejtojë partinë që do të ishte partia më moderniste. Njerëzit ndryshojnë. Megjithatë, njerëzit ndryshojnë, kjo është një nga mënyrat për të mbrojtë atë që nuk ndryshon. Jo, është diktimi i dinamikës kohës. Ai nuk mund të ndryshojë. Unë kam pas djeg edhe para se të bëj politikan. Ai fliste i nervozuar edhe me për infarktin e miokardit kur ishte mjek. Tash imagjino ta kalosh atë e të merr drejt për drejt me jetën publike me njerëzit që i sakrifikojnë sepse do të flasim ne me zotin Sherifi. Atëherë një parti e qendrës së djathtë, të paktën siç ka qenë Aleanca Demokratike. Kjo është një parti e qendrës. Ne flasim për një parti të qendrës majt, kjo është një parti e qendrës. Mund të quhet forca politike. Tash ti ju përmend pse ne jemi se këtu po konsistoni me sa shikoj. Pse ne jemi të vendosur në opozitë sot. Jo thjesht se jemi të frymëzuar nga e majta, por arsyet janë dy kryesore. Këtë qeverisja vendit. Është imediat i kohës që çdo forcë politike dhe çdo shqiptar sot të abandonojë gjithë sistemin aktual qeverisë me gjithë frakturat e tij dhe patericat që ka dhe që e man në këmbë. Sepse Shqipëria po rrugulliset çdo ditë për poshtë dhe paturpsisht kryeministri i vendit me patericat e tij kërkojnë votë prapë për shqiptarët. Unë nuk besoj kurrë që shqiptarët do të arrijnë që të shkojnë dhe të votojnë për, po them figurativisht, po është e vërtetë dhe unë e besoj këtë vërtetë, për rrugullisin e tyre, për rënien e tyre ngërmie. Nuk do ta bëjnë këtë, unë e besoj këtë. Ashtu si kundër, Partia Socialiste, e cila drejtohet nga zoti Rama sot, për herë parë mas 21 vjeç, duhet të thënë kjo. Ka një program, ka një ofertë për njerëzit. Ka një program, ka një premtim të detajuar. Dhe marrëveshja me elektoratin, pra që presupozon që është ky program, marrëveshja me elektoratin është një marrëveshje e cila monitorohet nesër nga zgjedhësit dhe shqiptarët për të kërkuar llogari për atë çfarë thotë. A për herë të parë, unë them që jo thjesht duke u frymëzuar nga ajo që thotë një rilindje kombëtare, një rilindje shqiptare është ky program. Por duke besuar dhe praktikën që për herë të parë implementohet nga politika sot. Pra janë dy arsye. E para, ne besojmë që
është korrekte dhe besojmë edhe për shkak të programit të Partia Socialiste, ashtu sikundet dhe të burimet njerëzore që i ka pa fund personalitet e tjerë, me mentalitet shtet formues, me urtësi edhe me aftësi për ta menaxhuar shumë mirë pushtetin nesër. Unë besoj pastaj edhe ke individi Rama, i cili është një personalitet i veçantë, vizionar, i cili din të zgjedhë, të përcaktoj prioritetet. Çfarë duhet me përparësi të bëhet në këtë vend, ashtu sikundër problematikat sipas radhës. I mbetet kohës për të vërtetuar. I mbetet kohës, po, ne besoj. Kjo janë dy arsye themelore pse ne jemi në opozitë sot. Është qartë. Zoti Sherifi, ju jeni një figurë e njohur për televizikusin, për fjerakët. Keni drejtuar komunën e Cakranit, një nga më të mëdhat në vend. Keni qenë një drejtues i lartë i Partisë Socialiste në rang të rrethi, do thosha. Tashmë jeni kryetar i AAK-s për qarkun e Fierit. Ç'do të thotë të drejtosh një parti të tillë, relativisht të re, siç e quajti edhe zoti Ndoj, në një qark si Fieri? Po, zoti Bujar, është e vërtet që unë vite kjo parti me një eksperiencë të gjatë dhe kontribut tek Partia Socialiste, një nga themeluesit e saj, jo vetëm në Cakran, po edhe në Fier, dhe si një nga drejtuesët e prezantuar me kontributet e mia, por një gjë që më detyroi mua, do ta them, që të përfaqësoj këtë parti të re politike në qarkun e Fierit, është ajo që kapitalizmi është një sistem i cili duhet t'ia amasi kontributet, duhet t'ia vlerësoj kontributet çdo personi, çdo njeriu në fushën e vet. Dhe unë duke parë se aty te Partia Socialiste, unë dhe shumë si unë, jo vetëm këtu në Fier, në qarkun e Fierit, por edhe në rang kombëtar, duke pasur akoma kapacitete, duke pasur akoma vlera, duke pasur akoma mundësi për të kontribuar për PS-n apo për të majtën shqiptare, janë anashkaluar ose janë zhvlefësuar, jo nga koha, jo nga pamundësitë e tyre, por nga mënyra se si janë parë këto reforma dhe ndryshimet të PS-ja, mendova që të marrë drejtimin e kësaj partie, që për unë jam i komanduar, edhe kjo parti do kaloj proceset e saj në Fier. Unë jam për procese, jam për reforma, jam për zbatim statuti, jam për të nështruar votës, jam për të vlerësuar votën, jam për të vlerësuar punën dhe këto kontribute, ndaj jam edhe këtu, se po mos ishte ky qëllimi im në vetvete, do isha atje ku isha. Pra duke parë se unë i kam këto kapacitete, i kam këto mundësi, e kam këtë njohje organizative apo dhe grumulluese të njerëzve rreth vetes, mendova ta përfaqësoj këtë parti, mendova ta afrohem te kjo parti, të jap gjithë mundësitë e mia, kapacitetet e mia, duke parë se kjo parti e çon ujin në mullirin e PS-s. Një ndryrje, zoti Sherifi. Nuk besoj se do shtoja diçka këtu. Nuk besoj se ka munguar ofertat edhe nga forca tjera politike, më merr mendje, por ajo që mua më intereson është pse pikërisht keni zgjedhur. Po pra, ti do dilja. Po. Duke parë statutin e kësaj partie, duke studiuar mirë, unë nuk erdha sot për sot te kjo. Po kam ditë dhe muaj që studioj programin, studioj statutin, duke parë dhe ecjen e kësaj partie këto vite nga 2011, se është parti e re, duke parë dhe njerëzit që janë afruar te kjo parti, mendova që t'jem edhe unë kontribues ose kontributor te kjo parti, e cila momentalisht, edhe gjatë periudhës kohës që ka qenë e posaformuar dhe deri tani, është aleate e PS-s. Dhe qëllimi i saj është po ai që ka dhe PS-ja.
që të largohet kjo bish që po e rënon këtë shtet, po e rënon këtë popull, po e sakaton, po e çon deri atje në atë skenar që nuk e ka menduar asnjëri të djeshëm të gjykatave tona. Kjo ka qenë arsyeja që unë Beteni brenda familjes gjysmën e përgjigjes për zotin Kujtim, natyrisht më takon ta jap edhe unë. Jo, do të lutem edhe një pyetje të fundit të zotit Sherifi dhe pastaj e mund të jap drejtën. Nuk ju vjen keq për gjithë këtë kontribut, për gjithë këtë background që keni shkrirë dhe keni dhënë brenda Partisë Socialiste gjatë gjithë këtyre viteve? Jo vetëm vjen keq, por është ajo që më ka munduar deri tash të mos përfaqësohem me forcat e politikës, se kam pas shumë oferta nga forca të vogla, shumë të vogla dhe jo të vogla. Po. Dhe ka qenë kjo keqardhje për të larguar nga kjo forcë e madhe që është PS-ja. Po ka qenë dhe kjo arsye që dhe forca që mua më bindi që unë të përfaqësohem te kjo parti që quhet Aleanca Arbënore Kombëtare. E qartë. Atëherë. Po. Është një kohë relativisht e gjatë, koha kur ne po kërkonim të identifikojmë një person të rëndësishëm në qarkun e Fierit. Shumë persona, po ndërto një person veçanërisht të rëndësishëm. Siç u thash në fillim, Aleanca Arbënore Kombëtare po kërkon që nëpërmjet personaliteteve që përzjedh, identifikon për të përfaqësuar për tyre, kërkon të mbështetet tek njerëz të cilët nuk janë në atë gjendje që thashë se ka sot ky popull është varfëruar dhe po rrezikon të kalojë në shkallën e sllavarisë, dështohet demokracia. Demokracia është një sistem që implementohet dhe mund të zbatohet në popull të lirë. Varfëria te s'ka me këtij populli, po kthen, po i skllavron për ditë njerëzit. S'ka po bën të mundur që të fusin një rreth ciklik shumë të rrezikshëm. Politikan abuziv me para të nevojshme për të blerë varfërinë dhe skllavërinë, por ne besojmë që ka ky vend ka njerëz idealistë dhe ka njerëz me integritet dhe të fortë. E një nga këta njerëz të fortë është zoti Kujtim Sherifi. Kujtim Sherifi, ne nuk bëjmë asnjë mëkat se vjen këtu ndaj Partisë Socialiste. Përkundras, Kujtim Sherifi janë një vlerë e shtuar, duke kontribuar për Aleancën Arbënore Kombëtare, ne do jemi një vlerë e shtuar për koalicionin. Kujtim Sherifin dhe personalitetet tjera të cilët mund të jenë të ngjashëm me zotin Kujtim, majtas apo djathtas. Personalitetet që mund të mos jenë të angazhuar me politikën, që deri më sot kanë thënë që na duhet politika, por duke parë që politika ka pas punë me ta. Pavarësisht këto kanë thënë nuk e duam, ka pas punë me ta duke rënë qafë, në kuptimin duke mos ju shërbyer, duke anashkaluar personalitetin e tyre. Ne e kemi mision që këta njerëz pavarësisht nga vin, por që kanë valencën e mjaftueshme, kanë vlerën e spikatur dhe janë dinjitos për interesin publik, ne do të hapim këtë mundësi. Dhe ne në këtë rast nuk i bëjmë shërbim zotit Kujtim Sherifi apo Nuridin Bega, cilin ne do ta kemi të parë në listën e kandidatëve për deputet, apo personalitetet të tjera me dhjetra që do i shikonin, besoj nga muaji mars ne do bëjmë një asamble. Një asamble për i cilës do të zgjidhet kryetari, tani është i emëruar e paraparë këtë në statutin e Aleancës Arbënore, ne kemi statutin, kemi gjithë rregullat e funksionimit të partisë, strukturore dhe frymën në këtë statut. Është përkohësisht parashifit, përkohësisht emërimi në gjithë qarkun e Fierit, do të thotë përfshin territorin e Mallakasës, të Fierit edhe të Lushnjës. Nga muaji mars po krijon konditat për ditë më shumë që ne do të bëjmë një asamblee. Me që jemi këtu në këtë pikë. Një asamblee ku do të bëhet me zgjedhje, po, ku do të bëhet me rregull, ku do funksionojë demokracia, ku do i jepet mundësi kujtdo që është i aftë të bëhet i parë, të bëhet të kontribuojë, të ketë një hierarki e cila nuk diktohet nga lart, nga unë, por një hierarki e cila ndërtohet mbi bazën e një rregulli demokratik brenda strukturës. Dhe gjithsesi që është vetën të aftë dhe do të bëjë sfidë, e ka derën të hapur, e ka mundësinë të plotë. Si është strukturuar ndërsi AK-ja? A funksionon si forcë politike në të gjitha rrethet dhe bën një prezantim për televizionin?
Unë pëlqen të ishim të fokusuar vetëm në Fier, po dy fjalë po i them. Aleanca Arabënore është sot prezente në gjithë Shqipërinë. Natyrisht nuk kemi një lloj. Për shembull në qarkun e Lezhës ne jemi parti e dytë dhe vim fill ose direkt pas Partisë Socialiste për nga potenciali zgjedhor, po dhe hapi organizativ ku ne jemi. Jemi të organizuar mbi bazë qarqesh, kemi në Gjirokastër shumë të organizuar, në Tiranë po punojmë me stafe pa fund me klube elektorale. Në qytetin e Tiranës, për shembull, ne kemi një sfidë të shkojmë deri në 100 klube elektorale. Klube elektorale është koncepti 15 deri 25 veta. Dhe ne po bazojmë punën tonë në këto zgjedhje, da bazojmë pikërisht në grupe të tilla, të shumta në numër, po jo të mëdhaja. Jo në stafe të mëdha. Kështu në Fier ne shumë shpejt do kemi përfaqësues në 46 njësitë vendore që ka qarku i Fierit. Jo do të kemi përfaqësues për Fierin, por duke për të folur dhe për të ndërsa për zotin flas për organizata partnere, rinin dhe gruan, sepse kam parë që keni bërë publicitet dhe një figure si Besmir Metani, nëse gaboj, që ka dalë nga Ethet, një nuk e di. Tërshin ne, ajo është në formë pra këto organizata partnere, kemi një forum rinor që po ecën shumë mirë, madje në kuptimin formal të fjalës po na konkurron dhe strukturat e partisë në Tiranë, kanë parë forumin, ju pëlqen mënyra dhe avantazhet që kanë te kjo parti për të bërë atë që mund të bëjnë kushdo, i papenguar nga të tjerë. Ne nuk jemi parti që po mbledhim pa kënaqur, po nuk mund të lejmë njerëz të pa kënaqur që kanë vlera dhe kanë kontribute, kanë akoma mundësi të kontribojnë për interesin publik. Nuk mund t'i lejmë për një shkak apo për një shkak tjetër. Mjafton që kemi dhe këto vlera ne do jo vetëm do i promovojmë, po ne do mbështetemi dhe janë themeli më i sigurt për të bërë rrugë të gjatë bashkë. Ne premtojmë para gjithkujt me këta njerëz, kjo është premtimi më i madh. Identifikimi i këtyre njerëzve që e kanë besimin, kanë treguar besim, por që potencialisht mund të tregojnë. Rinia për shembull, është pjesa me qenë se e preke forumin rinor, një pjesë që unë, një brez tek i cili unë besoj shumë. Besojmë sepse është pjesa më sinqertë, por edhe shumica, se këtu ndodh edhe ajo tjetra që në Shqipëri po e them, pleqt janë në minorancë, dhe shumica popullsisë rini, po në fakt pleqt qeverisin dhe rinia rrin pabeve. Është e papranueshme se kjo bëhet me një farë mënyrë edhe me kast, e kupton? Që ta shmangin nga ajo. Rinia duhet ta bëjë jetën e saj, por rinia duhet të jetë e përgjithshme, që i ditë do të vijë koha që të bëjmë mbi supe fatet, jo vetëm të individit. Për kas. Dhe ta mbajmë larg nga viruset e politikës vjetër në fakt, nëse ne do të jetë fitoria më e madhe të shlirohemi. Ne jemi shliruar nga ky lloj kompleksi dhe ne jemi shpenguar nga e kaluara. Problemi është që ne do ishte një oksigjen për të ecur përpara, jo vetëm për energjinë që ka, po dhe për sinqeritetin që ka, po dhe për seriozitetin që ka rinia për të ecur. E para në këtë frym, forumi rinor i joni ka mundësi shumë shpejt të jetë një nga forumet më të mira të partive politike në Shqipëri, një nga forumet shumë të mira. Gruaja? Gruaja është në proces, nuk është në hapat siç është forumi rinor, por e thëtë e përtishme intensifikimi punës në fushat dhe rendja pas krijimit të klubeve elektorale, ndoshta e ka spostuar agjendën jo për të mos ta bërë forumin e gruas, por për ta formalizuar në kuptimin e sepse gratë janë mjaft aktive në këto klubet elektorale dhe shumë prej tyre po zgjidhin kryetare klubesh, janë organizatorë kryesore në Tiranë, në Fier, në kudo në Shqipëri. Mirë, le ta alternojmë atëre dhe le të kthejmë des zoti Sherifi. Jam i detyruar të bëj një pyetje drejt për drejt zoti Sherifi, ndoshta kjo është edhe pak pjesë spekulative, le të thosha, e interesit apo e një pjesë fanatikësh të Partisë Socialiste. Ndoshta largimi juaj ka ardhur për shkak të mos kandidimit në zgjedhjet e fundit për pushtetit vendor. Jo, është personale. Është rasti që ju ta bëni këtë. Unë nuk kisha objekt personal ose motivi tim të kandidoja, domosdo. Edhe i veprim që bëra ishte për t'i dhënë përgjigje ose për t'i kundërvënë asaj fshese
që kishte nisur të PS-at, që fatmirësisht po ndalet, ose është duke ndalur, që të largohet vjetit, të largohen nanoistët, të largohen, po nano pjesë e partisë socialiste ishte. Edhe është, dhe mbetet, dhe në histori do mbetet. Kështu s'kishte pse punoj e kështu. Dhe unë, duke qenë se thash, e kuptoj mirë kapitalizmi, dhe kapitalizmi matet, dhe duhet peshohet puna, dhe duhet vlerësohet, isha nga ta që doja që punën që t'jepja dhe kontribut t'jepja të matej, të peshohet dhe të vlerësohet. Mirë po, futu në atë fshesën që përfshiu pjesën themeluese të PS-s, brezë e vjetër, thënë ndryshe nga udhëheqja aktuale e PS-s, që a këtë dhe vjetra, ishim lëna shu dhe thash që edhe ne jemi dikushi, dhe me dhimbjet madhe ka bërë atë veprim, po besoj se nuk ka ndikuar negativisht, ka ndikuar pozitivisht dhe tek edhe për PS. Edhe për PS. Pra te PS ka thënë, ka ndikuar jo tek kun, po ka ndikuar pozitivisht te PS-ja, që kujtimi dhe kujtimët apo të tjerët do të jeni potencial aktiv. Ja potencial këta do të jenë. Do të gjeni emër tjetër. Do të jenë. Problemi është që unë i përkasës e pjesë të PS-ja që kam kontributin tim. Po duhet të vlerësohet, duhet të peshohet, duhet të matet puna. Jo të më hidhet poshtë. Është një meritokraci që patjetër nuk do të humbas. Dhe unë këtu ku kam ardhur, besoj dhe shpresoj shumë që të vinë shumë njerëz të tjerë nga miq dhe shokët e mi, themelus apo jo themelus, antar apo simpatizan apo votues të PS-s, po edhe të forcat e tjera politike, të cilat të djathta apo të majt, besoj shumë. Po që të gjej veten, tu matet puna, tu vlerësohet puna dhe tu dhe të dihet që këta janë këtu, jetojnë këtu dhe kontribuojnë. Pra ata që kanë kapacitete dhe mendoj kanë kapacitete, kanë mundësira, kanë forca, kanë potenciale. Për ta shtytur më tek këtë që ju po thoni. Ju keni sondazhuar sepse puna juaj ka filluar në qarkun e Fierdë prej muajsh. Atëherë, keni arritur të gjeni një terren përshtatshëm që të keni një numër të konsiderueshëm të simpatizantëve, e pse jo dhe të antarëve. Dhe edhe më falni, një pyetje kyç. Ka antarësime në Fier në këtë parti? Pyetja është për të dy kjo e fundit. Unë do të thosha këtë. Unë i përkas atyre njerëzve që jam çik aq sa i butaj dhe kokë fort. Unë dua të eci vetëm përpara. Po jo të eci përpara duke rrëzuar të tjerët. Unë duhet të eci përpara duke mbajtur të tjerët dhe duke ngritur të tjerët. Po, bashkë me ata. Dhe unë besoj se kam gjetur terren. Kam pasur në momentet e para, me që si kjo është parti e re, një gjë e re, një forcë e re e pa njohur në Fier, paktën ka ato vështirësitë e saj në futje, por përballë miqve të mi, përballë atyre që unë po kërkoj ta hap këtë parti në Fier, e kam gjetur mirë kuptimin. Sepse atje ku jam thyer për të parë kam shkuar edhe për të shtatë. Ja do të shkoj aq herë sa që të bindet ai jo ta binsun. Të bindet ai që nuk është rrugë e gabuar, por këtu peshohet, matet kontributi dhe këtu çohet kontributi dhe atij të majtit betuar të PS-s dhe atij antari si unë të PS-s deri dje i çohet vota në fund fare te PS-ja dhe vjen PS-ja në pushtet. Nuk vim vetëm ne forcat e vogla, po ne jemi bashkangjitur kësaj force të madhe politike që duhemi dhe ne për t'i dhënë krah dhe ndihmë, ta thyejmë këtë bish, ta thyejmë këtë në skalonin e përbashkët opozitar. Ka antarësime në Fier? Ka shumë. Po? Mund të thoni me parafrit pak një. Unë nuk doja që të kaluja në temë se në një kohë më të ardhshme para se ne të bëjmë asamblen, do të doja që të dilja edhe një herë, ndoshta vetëm apo me miq të tjerë të kësaj partie në televizionin tuaj dhe në televizion të tjerë të Fierit. Këtu jemi. Po, dhe të prezantoja dhe ecurin. Po megjithatë po them, ne po thuajse në gjitha njësitë vendore të Fierit kemi fiksuar ose kemi përzgjedhur kandidatët ose drejtuesit, sepse kështu mund të quaj kandidatë se do të votojnë në procesin e sipër, si puna ime, se dhe unë vërtet jam një po quhem kandidat në fundit, sepse një ditë do të
Natyrisht, Do ky do jetë favorit. Do të futem në proces. Favoriti sepse Një gjë kam shumë nga ata tjerë që unë kam shpallur kandidaturë për të konkuruar në zgjedhjet e ardhshme. Ke vetëm shpallur, po bën gjithë punën organizative dhe nuk jam unë ai që është vota ajo që do të udhëheq gjithë procesin. Por them që ne kemi filluar dhe në shumë njësi vendore kemi zbritur dhe në njësi bazë. Njësia bazë te jona quhet seksion. Seksioni do përfaqësoj një territor që ka qendër votimit. Që sot tepërsisht quhet një organizatë socialiste, tek ne quhet një seksion që përfaqëson pra në shumë qendra votimi, pra ne kemi marrë dhe po presim përfundimisht këto ditë që nga gjendjet civile, nga njësitë vendore të dalin dhe zonat përfundimisht definitive të qendrat e votimit, qevet, të dalin qevet, se mi bazë ka një ndryshim edhe nga kodiri zgjedhor që do të eliminohen ato 900 votues dhe do të rindahen ose do të ketë një riformatim mbi 1000 votues. Kështu do ketë një riformim ose formatim të ri të qendrave të votimit që do ketë një ndryshim. Edhe nëse fieri ka qenë te 290, 300 si qark do shkojë 320, 330 që përfundimisht kjo nuk është fiksuar, po është ne e ndjekim dinamik, po punojmë pak a shumë në miniaturë me këto ekzistuese dhe në një kohë shumë të afërt kur dalin këto ne do të fillojmë seksion për seksion. Qendër votimi për qendër votimi që për ne do të quhet seksioni i partisë, derisa pasaj të kalojmë në formatimin e komplet asambles dhe them që fundi muajit mars do ta gjej partinë Aleanca Armëndore Kombëtare në qarkun e Fierit të formatuar. Me kryesi, me gjithë seksionet drejtuese dhe pastaj të jepet fuqia fundit për të hyrë në zgjedhje. Patjetër me një synim, me një objektiv. Po, zotin Doj. Në fakt në morinë e gjithë këtyre forcave politike që na ka dhuruar ky 20 vjeçar i fundit, do thosha, vërtet ka një tejlodhje dhe për shkak të asaj që kanë printuar këto parti politike. Nuk është pak vonë për të besuar te një forcë e re, nuk them vetëm për partinë tuaj, por kam parasysh janë mbi 140 parti të regjistruar tashmë në gjykatën e Tiranës. Pra, nuk është pak vonë që të bindet qytetari për t'i besuar kauzës suaj, filozofisë suaj, partisë suaj. Ne nuk kemi shpallur vetëm besimin të kauza, ose s'kemi shpallur vetëm kauzën. Por ajo po gjen mishërim në punën, në afrimin e njerëzve, në dinamikën e punës tonë, po afron shumë personalitete, shumë njerëz cilit besojnë afërsisht si ne, dhe partia po rritet me shpejtësi. Ne kemi zgjedhur rrugën e mundimshme për të arritur, sepse është e vështirë kjo sfidë. Po rruga mundimshme, por efikase, e sigurt, është kontakti njerëzor. Ju na bëni shumë nder që na jepni mundësinë në median tuaj, në televizionin tuaj, që t'japim mesazh opinionit publik, dhe kjo është një mundësi e jashtëzakonshme që ta lehtëson, por nuk është kontrata e vërtet me njerëzit. Këto fjalë bukura mund t'i thoj kushdo në studio. Por ne do t'i japim dorë elektoratit, popullit, në qarkun e Fierit. Dhe japim dorë nëpërmjet njerëzve, dhe japim garancinë. Nëpërmjet personalitetit tyre, dhe japim garancinë që ne jemi shumë besnik dhe shumë korrekt ndaj besimit që marrim. Ndaj gjithë atyre njerëzve që na besojnë. Ndaj gjithë atyre njerëzve që na besojnë, jo vetëm ndaj tyre. Por do të vërtetojmë që nëpërmjet tyre njerëzve që do të kenë nderin të arritin energjinë dhe fuqinë e kësaj partie, dhe na japin mundësinë dhe fatin e madh që ne të demonstrojmë dhe para atyre që një herë tjetër do të fillojnë dhe do besojnë, sepse vërtet është një alternativë, shpresë një alternativë që do të jetë shumë afër njerëzve. Më lejo të them që ne jemi shumë afër me zotin Kujtim, edhe me kryesinë e partisë, të piketojmë personin e parë i cili do kryesoj listën e Aleancës Armëndore për qarkun e Fierit. Është Nureddin Bega. Nureddin Bega është një personalitet që është në nderin e Fierit, të qarkut Fier, të Mallakastrës,
të Lushnjës, të Fierit, pra të Qarkut, që të përfaqësoje Aleancën Armëndore në Parlamentin Shqiptar. Jo vetëm Aleancën Armëndore, po të përfaqësojë komunitetet dhe Qarkun e Fierit në Parlament. Sepse personaliteti i tij është i personalitet i cili është i veçantë. Në punën e tij, zoti Bega, duke qenë në hierarkinë më të lartë të policisë së shtetit, ka demonstruar kulturë, profesionalizëm, ndershmëri në çdo hap, në çdo moment. Dhe nuk janë të vogla kontaktet që kanë pas edhe persona të ndryshëm pafund, qytetarësh, me drejtuesin e lartë, zotin Bega. Dhe gjatë punës tij ai ka patur mundësinë të demonstrojë vlerat e vërteta përballë njerëzve, besimin përballë njerëzve. Sot ai do të vijë në emër të Aleancës Armëndore, po ti në radhë parë të kërkojë mbështetjen e këtyre njerëzve dhe të tjerëve. Po. Jam i bindur që partia jonë në pamjen e parë, dikush mund të thojë parti e vogël dhe ka parti tjerë që janë tash 20 vjet dhe kanë shtrirjen e tyre. Dhe partia jonë është vështirë të bindet njëri që mund të jetë partia surprizë në Qarkun e Fierit. Po unë po them që mund të jetë surprizë, do të thotë një parti e vogël që mund ta marrë një deputet. Dhe Nurettin Bega mund të jetë deputeti i parlamentit. Pse e bazoj këtë? E bazoj sepse ne shohim dhe terrenin, po elaborojmë, po shohim gjatë dinamikës të strukturimit të partisë, ne po shohim me vëmendje terrenin. Njerëzit, hallet e tyre, personat e tjerë. Po shohim dhe zhvillim strukturë të partive të tjera, që janë 15-20 vjeçare. Partitë e vogla si ne. S'do të zemër dhe nuk kam ndërmend zemër, por të struktura dhe këto persona që janë diku, një komunë, një qendër votimi, një bashki, e tjerë. Partia përkatëse e ka shumë të vështirë dhe e ka të pamundur lirinë për të caktuar një kryetar, një komunë të caktuar, një kryetar të partisë përkatëse, sepse është i tjetër aty. Pra dhe ka luftë brenda lloj. Ne duket dizavantazh fakti që nuk i kishim strukturat, po unë them e kemi avantazh duke parë që ne kemi besuar në vlera që janë vlerat jashtëzakonshme. Për Fierin, ne kemi besim që këto vlera, duke qenë vlera të tilla, duke pas idealin e tyre ose prioritetin e tyre për zgjedhjen e personave që gëzojnë reputacion kudo, kanë dhe lirinë për t'i caktuar ata, sepse nuk kanë të tjerë. Pra nuk mund të jetë pengesë, pra e vjetra nga herë është e vështirë të bëjnë surprizë. Dhe unë mos prit, unë nuk e them për as për diversion, unë kam dëshirë gjithë, sidomos partitë që janë në koalicion Partisë Socialiste, të ecin sa më shumë. Por surpriza mos priti nga partitë e vogla të vjetra. Jo të vjetra në konceptin për ti, se unë i quaj me vlera gjitha partitë, por në kuptimin që kanë struktura. Sepse ato struktura dhe ata njerëz në terren atje kanë provuar një herë, 2 herë, 5 herë. Koha ka vërtetuar që kanë thjesht në sigël. Nuk ka një kuriozitet të madh për t'i mbështetur sepse dihet se deri ku shkoj. Ndërsa ne e kemi lirinë se nuk i kemi këto persona në parë duket dizavantazh, por në fakt është avantazh sepse ne kemi lirinë kujtimi me gjithë stafin. Ja sfida, që po punon kudo, ka lirinë që të zgjedhë personin e vërtet që gëzon reputacion, ka ndeshmëri dhe kjo është sfida jo. Do të ndaj këtë pyetje në dy pjesë, një surprizë në Qarkun e Fierit. Këtu do të jemi. Për larg asaj nuk mund të flas. Është shumë e vështirë të jetë deputeti, po këtë pyetje do të ndaj këtë pyetje midis të dy juve dhe për shkak të përvojës që vetë zoti Sherifi ka ndër vite në pjesëmarrjen e tij me politikën. Në fakt kemi një qytetar shqiptar apo kemi një elektorat do të thosha që ekstremistët rend drejt poleve, drejt dy forcave kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, sepse vetë aksesi, mundësit që të krijojnë mbushteti, këto forca që e kanë pasur mundësinë që gjatë gjithë kohës të krijojnë mundësinë e promovimit, dhe nga ana tjetër ju e thatë pak më parë jo forca të vogla, partit vogla, të vjetra që e kanë provuar
në fundit ka ngelur thjesht sigël. Disa herë. Ju keni nga njëra një elektorat që është i polarizuar në këto dy forca politike, keni dhe sfidën me forca të tjera, me parti të tjera politike të reja, si ju, që nuk do donin të kishin fatin e partive të vogla të vjetra, të ktheshin thjesht në sigla. Atëherë, kjo u futëm Da ju nguroj dhe them, mos është pak vonë, i rikthejmë sërish. U futëm tek ajo që është më shumë një detaj për të parë edhe objektivin ku kemi ne, të cilë stres elektorale ne synojmë. Për ne i të vlefshëm gjithë njerëzit. Apo jo. Ne nuk po kërkojmë dhe nuk kemi shpallur qëllim që të marrim elektoratin e asnjë subjekti politik. Ashtu si kundër, në bindjen tonë, ne themi që njerëzit nuk janë sklever të partive politike. Pra, çdo qytetar i këtij vendi është i lirë të zgjedhë kudo. Alternativa jonë, me gjithë ata që do komunikojmë, edhe nëpërmjet medias, edhe në mënyrë direkte sidomos, do të parashtrohet, kështu siç po themi, dhe çdo qytetar është i lirë. Nëse ka qenë të antar një partie të caktuar, nuk ka asnjë, jo vetëm asnjë të keqe, por është e drejtë e tij që jep kushtetuta, jep Zoti, jep kushdo që të votojë për atë që ai mendon se është besim, ose beson që është interesi i tij, interesi i grupit që e përfaqëson, interesi i komunitetit që përfaqëson, interesi i vendit. Ne sfidën tonë nuk e bëjmë ose nuk e kemi propagandë. Ne e kemi, partia për ne janë njerëzit. Partia nuk është propaganda dhe mashtrimi. Nëpërmjet njerëzve ne do të jemi një faktor shumë i fortë në terren. Dhe unë kam besim që do e arrijmë kësaj. Në Shqipëri, i dashur, ka gjysma e elektoratit, pra partia më e madhe në Shqipëri e dikush është? Nuk voton. Partia që nuk voton. Do të thotë, e themi figurativisht. Ata që nuk votojnë janë shumica e elektoratit shqiptar. Pse janë shumica e elektoratit shqiptar? Kanë zbjerrur besimin tek forcat tradicionale. Jemi në njëjtin konkluzion. Do të thënë, ka rënë besimi tek politika. Dhe, por e dini se politika ka punë me ta. Dhe keqëqeverisja. Edhe ju keni punë me ta. Brenda politikës. Ne nuk kemi përgjegjësi, ne kemi sot edhe komoditet edhe vështirësi për të paraqitur ofertën tonë, sepse politika është bërë bezdi dhe hajtë se disa mund të thonë se një lloj si tjerë dhe këta. Debat, ja po e them. Më lejoni të bëj skeptikun. Unë po e marr veten hipotetike, po e marr të lutem pra për të bindur më tepër në argumentin tuaj. Në momentin e caktuar pra është hipotetike. Unë jam tek pjesa e atyre njerëzve pa votuesve shqiptar skeptik që jam tërhequr nga votimet. Duke parë këtë gjuhë të thukët të zbjerrur, një gjuhë e cila shkon drejt formulimeve të interesit politikës tradicionalisht gjatë këtyre viteve në Shqipëri, e pse duhet besoj te ju? Dhe pse të mos besoj që edhe ju do të jeni demagog si dhe forcat e tjera politike në Shqipëri? Të ju në një moment, në një moment kështu, një ndryrë shumë të vogël. Do ka më të thjeshtë dhe më të që mund të jetë më besueshme tek ata njerëz. Tham që partia më e madhe është partia që zvoton, pjesa e elektoratit. Brenda saj ka shumë arsye. Janë këto zhgënjimet tek dy forcat e mëdha politike, janë zhgënjimet tek forcat të tjera që kanë dalë, kanë dhënë votë dhe kanë transformuar votë rruga tash qefi, janë pa mundësia për të shkuar deri te ata njerëz, te kjo pjesë njerëz që po them që s'votojnë e politikës për t'i marrë, për t'i bindur, për të votuar, ka nga ata që kanë vajtur dhe kanë votuar dhe nuk është vlerësuar vota, nuk është ditur që kanë votuar. Këtu te partia jonë, të paktën do thithim dhe një pjesë atyre njerëzve që do na besojnë që ne do ta bëjmë punën më mirë se të tjerë, por dhe që do t'u lexohet vota. Në qoftë se 15, 20, 30, 40 votues në një qendër votimi, ku janë 1000 votues, ku janë 300 vota të PS-s apo 300 PD-s, votet tyre 20 apo 30 apo e vetme nuk ju lexohet, këtu ato 20-30 vota lexohen se dije këto 20-30 vota ja ku janë. Të paktën dhe në opinionin elektoral, ta se i zone, ta se qendër votime, ta ti komunitetit, ta ti fshatit, ta se i lagje,
Nuk do ju thonjë që ikse ti ke votuar këtu ose ke bërë aty ose ja ku janë votat tona. Ne kishim një grup i organizuar rreth kësaj force politike, kishim ato 17 vota. U lexuan të paktën, sepse deri këtu ka shkuar me disa forca politike. Ik mos se ti s'ma dhe votën, ik ose ti s'ke votuar. Ka një avantazh firi, sepse në kod është përcaktuar numërimi elektronik i votave. Është një besim që duhet transmetohet te njerëzit, që duhet besojnë këtë radhë, votojnë sepse. Pra këtu do t'i lexohet vota. Është një progres shumë i madh. Aq sa tjetë vota, aq sa madhe tjetë në numër domethënë. E aty, pra, duke qenë dhe një parti e vogël me një komunitet që do afrohet, që relativisht do të jetë i vogël, do t'i lexohet vota. Pra kjo është edhe ajo që ne besojmë se do të thithim, do të afrojmë vota rreth partisë që ne përfaqësojmë. Sepse deri dje nuk është lexuar. Unë po marr konkretisht. Unë sikur që nga vetja ime kam folur edhe me shumë shok. Vota ime në qendrën time të votimit, në fshatin tim të votimit, në qarkun tim, të jetë e shumë fisht, e 50, 100, 150, 200, shumë nga ata që janë sot aty te forca e madhe politike PS. Do thonë ikë më kujtim se ti zbesoj të kesh votuar fare, zbesoj të kesh bërë punë fare. Unë arrita deri atje sa të shkoj nga kryetari i rrethit, kryetari i komisionit në një qendër votimi të fshatit tim përballë Alibej, Enkelet Alibej, ministri drejtësie në atë kohë, ku fisi Alibej në fshatin tim përbën 1/3 e fshatit, me kontributin tim, duke ruajtur votën, duke besuar tek ata që jam unë këtu dhe hidheni votën se do të ruhet, jo se ata isha burri më i mirë, po mi besueshëm për të ruajtur votën, të paktën ata erdhën votuan dhe mundën Alibej në fshatin e vet, mundën ministri i drejtësisë. Pa reagimin edhe të forcës time politike, pa reagimin edhe të forcës kundërshtare. Forca kundërshtare shtator mori qeveri dhe më hoqi grua mua 30 vjet i fermier, 9 me 7 fëmijë nga puna. Forca ime që më pa kontributin tim i shkova deri kryetar komisioni, një kryetar i rrethit, shkoi kryetar komisioni fshat se mund të përfaqësosha, lërë në procesin e numërimit që isha aty bashkë me 10 cakanjot tjerë në tavolina, që një javë natë ditë qëndruam aty derisa me forcë që mbajtëm forcës së errët për t'i marrë, që se lejon merret e kutit. Erdhi puna që mirë u hoq bashkëshortja ime nga puna, 97 fëmijëve. Mirë unë isha 4 vjet pa punë, nuk u vlerësua as puna ime, sigurisht shkova atje kote, bëra një lojë shau me Enkelet Alibej dhe fitova lojën e shau, nuk fitova lojën e shau, fitova një lojë politike. Pra të vlerësosh, të mpeshosh dhe të më jepësh kontributi. Dhe të vlerësosh edhe për të ushqyer, sepse unë isha një familje e madhe me 7 fëmijë, kuptoni? U dëmtua dhe një rrogë që kisha dhe u hoq. Nuk u vlerësoj PS. Prandaj pash vete që të shkoj të paktën mua të vlerësoj, orë të më thuat që ke sjell kaq vota. Mase nuk do të pretendoj, mase dhe s'do të kthehemi e fundit fare në pushtet. Ne bashkëri si koalicion dhe unë s'do të përfitoj asgjë, po të pak do vlerësohet moralisht, që kujtimi ka punuar dhe ja. Pra do të ndihesh i qetë në atë kontribut që ke dhënë se vota ime u lexua. Të do punojmë deri te njësia, deri seksioni më i fundit, që do të jetë Roshdia apo në komunën apo fshati më të thellë, në Kucorush apo ku të jetë në Ngraçet apo në Lumar. Do punojmë që vota do t'i lexohet, sepse është njëra, më fal profesor, është njëra faktor. Minimali është i lexohet vota, që unë ka votuar dhe mu lexua vota. Ajo që ka shumë votuese i është mohuar ose i ka humbur besimin se i numërohet. Ajo që deshta të shtoj tek elektorati që s'ka marrë pjesë në votime, po dhe elektorati që ka marrë pjesë në votime dhe është zhgënjur, sot më tepër se kurrë. Duke parë parasysh degradimin e gjithçkaje, të rënies institucioneve, marrëskas pak edhe nga vendimi i gjykatës djeshme për gardistët e 21 janarit, është një tregues ai rezultat, ai votimi i gjykatës, duke shpallë pa fashme ata që vranë në filmim, duke u filmuar, të asistuar më vonë dhe nga ekspertët më të aftë në botë, FBI, që nxorën në dritën e diellit para prokurorisë më vonë dhe tek gjykata autorsinë e gardisëve. Ky vendim gjykate, që hedh poshtë vendimin e prokurorisë, guxon ta hedh poshtë vendimin e prokurorisë, është i frikshëm, sepse
tregon që kryeministri i Shqipërisë e ka humbur toruan dhe ekuilibrin në respektin e institucioneve dhe e ka kapur shtetin dhe institucionet. I komandon nga zyra e tij. Dhe s'do të di as për kushtetut, as për ligj, as për ekspertizë të huaj, as për këshillimet që i japin ata që asistojnë Shqipërinë për ta bërë demokratike dhe për ta bërë europiane, se ne jemi në Europë. Ne nuk bëhemi europian sepse kemi një klik, një farë mënyre që e mban peng dhe i mbyti gjithë institucionet. Pra, unë them që ky popull, këtë radhë, edhe ata që mund të ishin të dyzuar e kanë, do të thënë, çdo gjë e keqe e ka dhe i të mirë. E mira është kjo, që ky satrap, që drejton Shqipërinë sot, ka dhënë një provë të fortë që nuk pyet për ligjin, nuk pyet për institucionet dhe ja ka dhënë mundësi të kuptojë edhe ai që ishte i dyzuar ose nuk kuptonte që përfundimisht nuk do të qëndrojë neutral. Ky nuk është shërbim të interesave publike, as shërbim të interesave kombëtare, ai shef vetëm rrethin e vet dhe drejton në një farë mënyrë si një padrino, që të vret kur dojë, të merr votat kur dojë, të merr pasurinë sa don, ku don, etj. Dhe në përgjithësi në Burg shkojnë ata që vjedhin një diçka shumë mirë bën që shkojnë në Burg ata që shkelin ligjin, por krahasohet, do të thënë, gabitja masive dhe krimet më të mëdha i bën shteti. Gjithë krimet që ka bërë shteti deri më sot asnjë nuk janë pa autor. Okej, le të ecim sepse edhe këtu në firmë nëse do të shoh. Në minutat e fundit. Atëherë, le ta mbyllim konkretisht me këtë pyetje. Çfarë pretendon AAK-ja në zgjedhjet e qershorit të 2013-s? Ne hym si një kontribut i sigurt për koalicionin opozitar, të jemi me siguri vlerë shtuar për të, ndoshta në shumicën e çarçeve dhe është normale dhe ne jemi shumë realistë edhe me veten dhe me njerëzit. Nuk do përfaqësohemi në shumicën e çarçeve, nuk arrim dot ta marrim deputetin, por në çdo çark ne do luftojmë që të jemi vlerë shtuar dhe mund qëlloj që në gjitha çarqet Partia Socialiste, koalicioni ynë, edhe për kontributin tonë të marrë kudo deputet. Dhe të bëjmë të mundur marrjen e pushtetit nga ky koalicion, lokomotiva e cilit, nëse do ta quajmë si një tren, është Partia Socialiste. Brenda këtij kontributi opozitar, brenda kësaj vlerë të shtuar të një margaritarit vogël në atë çfarë mund të themi mozaikun opozitar ne jemi, kërkojmë që këtë shenjë ose këtë vlerë ta zmadhojmë, të rritim dimensionin e saj sa më shumë të jetë e mundur, pse jo do guxojmë të themi që do të përfaqësohemi në Parlamentin e Arshëm. Të përfaqësohemi në Parlamentin e Arshëm dhe kjo do jetë një vlerë edhe për politikën pasqyrore. Edhe për politikën qeverisë, duke garantuar që do jetë një vlerë që do i bëjnë nder edhe qeverisjes së ardhshme të drejtuar nga Partia Socialiste. Për ta mbyllur zoti Shefi, një frazë fundit, ndoshta një vlerësim nuk e di, apo një apel që doni të drejtoni për teleshikuesit. Unë ju drejtojmë të gjithë, jo vetëm atyre që janë të pavlerësuar të Partia Socialiste, si antar apo si votues, po të gjithë forcat politike të tjera në qarkun e Fierit. Ju drejtojmë dhe të gjithë atyre votuesve në qarkun e Fierit që mendojnë se u është mohuar vota, mendojnë se nuk u lexohet vota, kanë menduar se do t'u tjetërsohet vota, të bashkohen me votë të Partia Aleanca Ardhnore Kombëtare, se do t'ju garantohet gjithçka që ata do kontribuojnë. Atëherë se me të gjë tjetër vetë se t'ju uroj suksese në punën tuaj, të mos me të thjesht një konvencion në qellin e politikës shqiptare AAK-ja, të mos ketë fatin e siglave të forcave partive të vogla të vjetra, siç ju thatë. Faleminderit që ishit në dritë në qanë. Ju falenderojmë edhe ne për misionin që kryeni, për ndihmën që na jepni për të komunikuar me publikun. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të kësaj mbrëmje në dritë në qanë. Do të takojmë sërish të premten e ardhshme. Deri atëherë ndatë mirë dhe mirupafshim.